29 nëntor 2025. Nëse e shihni këtë, Zoti po ju thërret tani. Të dashur shpirtra të zgjedhur. Sot është 29 nëntori 2025. Ti e ndjen në çdo qelisë të trupit tënd. Dhe lloja midis botës fizike dhe botës shpirtërore është më e hollë se kurrë. Engjëjt po flasin më qartë. Universi po të thërret me emër. Dhe ti je gati. Nëse je këtu, nuk është rastësi. Ti je një nga të zgjedhurit. Dhe sot, pikërisht sot, po aktivizohet një kod i ri brenda teje, qëndro me mua deri në fund. Nuk do të ketë shpërqendrime. Vetëm ti, unë, dhe e vërteta që po troket në derën tënde, le të fillojmë. Pika 1. Aktivizimi i bollkut. E para dhe më e fuqishmja që po ndodh në jetën tënde pikërisht tani është aktivizimi i plot i bollkut tënd hyjnor. Ti nuk je më në frekuencën e mungesës. Ti je në frekuencën e re të unë jam magnet. Dëgjoj mirë çfarë po të them. Në javët e fundit ke filluar të ndjesh një energji të çuditshme në gjoks, si një ngrohtësi që zgjerohet. Papritur po të vinë ide milionëshe në kokë, edhe kur je duke larë enën. Njerëz që nuk i ke parë me vite po të shkruajnë papritur. Parat po fillojnë të vinë nga drejtime që ti as nuk i imagjinonin. Kjo nuk është rastësi. Kjo është ligji i tërheqjes që është aktivizuar në nivel kuantik brenda teje. Ti nuk do të ndjekësh më para. Parat do të ndjekin ty. Ti nuk do të lypësh më dashuri. Dashuria do të gjejë ty. Ti nuk do të kërkosh më mundësi. Mundësitë do të bien mbi ty si shi i bekuar. Ti tani je bërë një magnet i gjallë i bollkut. Çdo qelisë e trupit tënd po lëshon frekuencën 888, frekuenca e bollkut të pafund. Dhe ja çfarë do të ndodhë në 30-90 ditët e ardhshme, një derë financiare që mendove se ishte mbyllur përgjithmonë do të hapet befasisht. Një ide që ke pasur në kokë prej vitesh, papritur do të marrë formë dhe do të sjellë të ardhurat të papritura. Njerëzit do të fillojnë të ofrojnë para, ndihmë, bashkëpunime, pa ty që tua kërkosh. Sepse ti tani vibron në frekuencën unë jam i denjë për çdo bekim. Shiko rreth teje. Çdo gjë që ti prek tani do të kthehet në ar. Ky është premtimi që Zoti të ka bërë ty shumë kohë më parë. Dhe tani ka ardhur koha ta mbash. Pika 2. Përshpejtimi i fatit. E dyta gjë që po ndodh tani është përshpejtimi i jashtëzakonshëm i fatit tënd. Linja jote kohore nuk është më lineare. Ajo është bërë eksponenciale. Çdo gjë që më parë të merrte vite, tani do të marrë muaj. Çdo gjë që të merrte muaj, tani do të marrë ditë. Çdo gjë që të merrte ditë do të ndodhë brenda orësh. Ti ke hyrë në atë që ne e quajmë korridori kuantik i manifestimit të shpejtë. Shenjat që e vërtetojnë këtë, numrat angjëllor po të ndjekin kudo, 11, 11, 22, 22, 333, 424, 555, 777, 888. Njerëzit e duhur po të gjejnë ty, pa pritur që ti kërkosh. Pa pritur po ndodhen sinkronicitete që të lënë pa fjalë. Një telefonat e rastësishme do të çojë drejt mundësisë së jetës. Një mesazh në inbox do të ndryshojë gjithçka. Konfuzioni ka ikur. Tani ka vetëm rrjedhë. Ti je në atë fazë ku universi të thotë. Mjaft më prite. Tani po të jap gjithçka menjëherë. Dhe kur them gjithçka, e kam fjalën për dashurinë e vërtetë që pret prej vitesh. Suksesin financiar që e ke ëndërruar. Shëndetin e plotë. Qetësinë shpirtërore. Qëllimin tënd të madh. Të gjitha po vinë njëherësh si një orë tek bekimesh. Mos u trem nga shpejtësia. Ti je ndërtuar për këtë moment. Pika 3. Rritja e ndjeshmërisë shpirtërore. E para gjë që po ndodh tani në jetën tënde është rritja e paparë e ndjeshmërisë shpirtërore. Ti e ndjen, apo jo? Papritmas je bërë si një antenë hyjnore. Një fjalë që dikur të kalonte pa u ndalur, tani të bën të dridhesh. Një këngë e vjetër të bën të qash pa arsye. Ti ndjen energjinë e një dhome para se të hap gojën. Ky nuk është ankth. Kjo nuk është dobësi. Kjo është lartësim. Shpirti yt po kalon nga 3D në 5D. Intuita jote po bëhet zëri yt i brendshëm kryesor. Ëndrat nuk janë më të rastësishme, ato janë mesazhe të koduara drejt për drejt nga burimi. Nëse kohët e fundit ke pasur të dridhura të forta në kurizë, në tëmtha ose në kurorën e kokës, dije se po të shkarkohet një frekuencë e re. Kjo është shenja që ti je zgjuar plotësisht. Mos ki frikë nga kjo ndjeshmëri. Përqafoje. Sepse tani ti sheh atë që të tjerët nuk e shohin ende. Pika 4. Rënia e iluzioneve. Gjëja që po ndodh është rënia përfundimtare e të gjitha iluzioneve. Maskat po bien.
Njerëzit që dikur dukeshin si engjëj, tani ishe qartë energjinë e tyre të vërtetë. Misit false po treten si mjegull në diell. Dashurit toksike po zbulohen në dritën e plovë. Ti nuk je duke u bërë cinik. Ti je duke u bërë i ndërgjegjshëm. Zoti po të jep dhuratën më të madhe. Të shohësh të vërtetën para se të dëmtoj. Dikur besoje çdo premtim. Tani ndjen gënjeshtrëm para se të shqiptohet. Kjo është fuqi, jo dobësi. Kjo është pjekuri shpirtërore. Dhe po, ndonjëherë dhem. Por dhimbja është çmimi i lirisë. Çdo iluzion që bie është një hap më afër versionit tënd autentik. Pika 5. Mbrojtja hyjnore përmes largimeve. E 5 dhe më e fuqishmja, Zoti po të mbron duke larguar atë që nuk është për ty nëse kohët e fundit ke humbur njerëz. Nëse një derë u mbyll pa shpjegim. Nëse një mundësi u zhduk pa pritur, dije këtë me çdo siguri, kjo nuk është humbje. Kjo është mbrojtje hyjnore. Universi po bën pastrimin më të madh të jetës tënde. Çdo person që u largua ishte duke të penguar të shkëlqesh. Çdo derë që u mbyll ishte duke të çuar drejt një dere shumë më të madhe. Mos u mundojnë të kthesh atë që u largua. Bekimi yt i ri nuk ka vend për bagazhin e vjetër. Kur Zoti të do vërtet, ai të largon nga tryeza ku nuk je i nderuar, dhe të ul në tryezën ku je mbret, i mirënjohës për çdo lam të mirë. Sepse pasaj po vjen përshëndetja më e bukur e jetës tënde. Pika 6. Çlirimi emocional. E 6. Shpirti yt po bën detoksin më të madh emocional të gjitha kohërave. Papritur po të dalin lot pa arsye. Po të kthehen kujtime që mendove se i kishe harruar. Po ndjen zemërim, trishtim, pendim, të gjitha njëherësh. Mos i shtyp. Lëri të dalin. Kjo është shërimi që po ndodh në nivel qelizor. Çdo lot është një traumat e vjetër që po largohet përgjithmonë. Çdo britme e brendshme është një zinxhir që po çahet. Ti nuk je duke u prishur. Ti je duke u rilindur. Pas këtij stuhie vjen qetësia më e thellë që ke ndjerë ndonjëherë. Dhe pastaj bollëku. Pika 7. Rindërtimi i rrugës së jetës. E gjithë rruga jote e jetës po rindërtohet nga e para, por këtë herë sipas planit hyjnor. Ajo që duket si kaos është në fakt ndërtim i përsosur. Çdo vonesë e 5 viteve të fundit ishte përgatitje. Çdo jo që more ishte ridrejtim. Tani po sheh qartë pse duhej të kalosh gjithçka kalove. Çdo copës e thyrë po bashkohet në një mozaik të përsosur. Mos u nxitoni. Mos u mërzit. Ti je pikërisht aty ku duhet të jesh. Në prag të kapitullit më të bukur. Përfundimi. Tani merr frym thellë dhe ndjej këtë të vërtet në çdo qelizë. Ti nuk je duke pritur më për mrekullinë. Ti je mrekullia që po ndodh tani. Sot, 29 nëntor 2025. Kodet e reja të bollkut dhe të fatit të shpejt u aktivizuan plotësisht brenda teje. Nëse ndjen që çdo fjalë që thash ishte drejtuar ty personalisht, shkruaj tani në koment fjalën magjike 777. Unë e pranoj bollkun tim të pafund. Me këtë koment ti vulos kontratën tënde të re me universin. Unë të shoh. Unë të ndjej. Dhe jam krenar për ty, o i zgjedhur. Pjesa më e bukur e jetës tënde nuk po vjen. Ajo ka filluar tani.